jemi mundu që maksimalisht ta madhështojmë atmosferën e Ramazanit dhe besojmë që deri dikun kënaqshëm, por ajo që ka qenë befasia si vjetshme është përveç emisioneve të shumta, organizimeve të këndit të Mektebit, pastaj ligjëratave, tribunave, gjithandej edhe nga departamenti i gruas, vizitave të shumta, një befasi ka qenë zbukurimi i qytetit me rastin e Ramazanit. Pra si vjet si Këshilli i Bashkisë Islame i Prizrenit e kemi zbukuru për herë të parë për herë të parë në këtë formë, do të themi. I kemi vendosur disa zbukurime vërtet e kanë hirshu Prizrenin. E meriton Prizrenin. Po, edhe e meriton, edhe personalisht jam kënaq kur i shisha njerëzit duke bërë foto për shembull aty te Prizren kur edhe ajo hana që simbolizon kulturën islame. I shisha njerëzit të dalin foto, ishte diçka tepër ndjesi e mirë që po kënaqen. E kjo, po them, copza secili aktivitet, edhe ky aktiviteti juaj i ligjëratave, edhe aktivitetet e tjera në televizione të tjera, Ramazanin e bëjnë shumë unik, shumë të veçantë në mbresat tona, në përfitrimet tona.